Ngërçi politik në Kosovë, PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë vazhdimin e seancës konstituive. Partia Demokratike e Kosovës, PDK, ka kërkuar përmes një shkrese që seanca konstituive e Kuvendit Kosovës të vazhdoj nesër më 14 gusht në orën 11. Kërkesës i është dorëzuar kryesuesit të seancës Afni Dehari. Deputeti përparim Gruda tha se kërkesa synon respektimin e kushtetutës dhe të rregullorës së Kuvendit. Ai akuzoi lëvizjen vetëvendosje për bllokimin e konstituimit të Kuvendit dhe i bëri thirrje Albin Kurtit që të lejojë thirrjen e seancës konstituive. Sipas Grudës, Dehari ka një rol teknik dhe nuk duhet të vendosë mbi bazën e konsideratave politike. Kosova mbetet pa kuvend të konstituuar pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Rezultatet e këtyre zgjedhjeve u certifikuan me 8 korrik, ndërsa afati 30 ditor për konstituimin e Kuvendit përfundoi më 7 gusht. Seanca konstituive ishte caktuar të niste me 6 gusht, megjithatë procesi u ndërprer pasi Kurti në cilësinë e kryetarit të vetëvendosjes kërkoi kohë shtresë për diskutime me partitë politike lidhur me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kurti argumentoi se konstituimi i Kuvendit pa një marrëveshje paraprake për presidentin do çonte vendin drejt zgjedhjeve të tjera të parakohshme. PDK-ja dhe AK-ja nga ana tjetër kanë insistuar që Kuvendi të konstituohet dhe seanca të vazhdojë, duke kundërshtuar kushtëzimin e këtij procesi me arritjen e një marrëveshje politike për presidentin e ri të vendit. Edhe pse afati 30 ditor për konstituimin e Kuvendit përfundoi me 7 gusht, seanca konstituive vazhdon të mbetet e hapur me 8 gusht. Deputeti e AK-s Time Kadria e hodhi vezë drejt kursit gjatë seancës, pas së cilës kryesuesi i seancës Afni Dehari ndërpreu atë.